Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga tensioni i lartë i gjakut, duhet të hiqni dorë urgjent nga këto ushqime. Tensioni i lartë i gjakut shkakton komplikacione të rënda në lëvizjen e gjymtyrëve. Tensioni i lartë trajtohet me medikamente, por së pari ju duhet të mësoni për ushqime të cilat e rrisin tensionin. Nëse dëshironi që të shmangni rritjen e tensionit të gjakut, atëherë duhet të jeni dorë shtrënguar me kripën, të kryeni sa më shumë aktivitet fizik dhe gjithashtu të ruani një formë më të mirë trupore. Ne këtu do t'ju sillim një listë të detajuar të produkteve të cilat ndikojnë në rritjen e tensionit të gjakut. Cilat janë vlerat ideale të tensionit të gjakut? Tensioni matet me dy shifra. Shifra e parë tregon tensionin sistolik të gjakut ose pikën më të lartë të presionit ndaj zemrës. Shifra e dytë tregon tensionin diastolik ose pikën më të ulët të presionit kur zemra qetësohet mes çdo rrahjeje. Nëse matësi i tensionit tregon vlerat 9/6 ose më pak, atëherë tensioni konsiderohet i ulët. Nëse matësi tregon vlerat 9/6 dhe 12/8, atëherë tensioni është i shëndetshëm dhe në nivel ideal. Nëse matësi tregon vlerat midis 12/8 dhe 14/9, atëherë tensioni është i lartë dhe klasifikohet gjithashtu si hipertension. Nëse vlerat e dy njësive arrin mbi 18 dhe 11, atëherë ju duhet që të shkoni me patjetër tek mjeku. Ushqime të cilat të rrisin tensionin. Mishi i kuq. Mishi i kuq është i shijshëm, por gjithashtu përmban shumë kolesterol dhe dëmton zemrën dhe enët e gjakut. Sipas të dhënave, një sasi prej 400 gramësh mish i gatuar përmban 254 mg krip dhe 308 mg kolesterol. E njëjta gjë vlen edhe për pancetën, sallamin ose prosciutat. Picat e ngrira. Këto ushqime mund të tingëllojnë ideale për një darkë të shpejtë, por një racion i kësaj pice përmban 1000 mg sodium. Prodhuesit e saj shtojnë krip dhe substanca për ruajtjen e picës, duke rritur kështu rreziqet për tensionin e lartë. Salcat e paketuara të domates. Salcat e domates, gjithashtu me paketime qelqe ose metalike, rrisin tensionin e gjakut. Një paketim me salcë domate përmban 654 mg krip. Një racion me makarona me salcë domate dhe mish përmban 1300 mg krip. Turshit e gatshme. Sipas të dhënave, një filxhan me lakur turshi jo të përgatitur vetë përmban 939 mg krip. Turshit e tjera përveç lakrës, si për shembull domate dhe njëkohësisht kastravecat, janë të zhytura në lëng me krip. Një filxhan me kastraveca turshi përmban 1251 mg sodium. Njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i lartë nuk duhet që të hanë turshi të tilla. Maksimumi ata duhet që të konsumojnë turshi të bëra vetë. Alkooli. Një sasi e vogël alkooli nuk shkakton as pak dëme në shëndet, por nëse ju e teproni me pirjen, atëherë ju do të rrisni tensionin e gjakut. Alkooli mund edhe të veprojë kundër medikamenteve të tensionit të gjakut dhe të ulë njëkohësisht efikasitetin e tyre. Ndërkohë, sipas ekspertëve, edhe ëmbëlsirat e paketuara me mbushje shumëngjyrëshe, të cilat shiten në paketime të bukura, janë të mbushura me sheqerna, yndyra të ngopura dhe kripra. Ushqime të tilla rrisin tensionin e gjakut, sheqerin në gjak dhe gjithashtu rrisin tensionin sistolik dhe diastolik dhe gjasat e mbi peshës. Pijet energjike.
Konsumimi i pijeve energjike e rrit tensionin sistolik me 6,2% dhe gjithashtu atë diastolik me 6,8%. Tensioni mesatar i gjakut rritet me 6,4% pas pirjes së një pije energjike. Ulja e temperaturave gjatë stinës së dimrit mund të shkaktojë një rritje të ndjeshme të tensionit të gjakut. Arsyeja kryesore për këtë ka të bëjë me mungesën e aktivitetit fizik në dimër, konsumit të lartë të kripës dhe ngushtimit të enëve të gjakut për shkak të temperaturës së ulët. Trupi juaj kufizon qarkullimin e gjakut për të ruajtur kështu temperaturën e brendshme dhe kësaj tensioni i gjakut rritet. Këto janë këshillat se si ju të ulni tensionin e lartë të gjakut në dimër. Ekspertët kanë përpiluar 6 këshilla praktike se si ju të mbani nën kontroll dhe të ulni tensionin e gjakut në stinën e dimrit. Minimizoni qëndrimin në ambiente të jashtme për të paksuar ndryshimet e befta në barrën e punës për zemrën. Vishuni trash për të ruajtur temperaturën e brendshme dhe mbani gjithmonë shall dhe njëkohësisht doreza për të minimizuar ekspozimin e lëkurës ndaj temperaturave të jashtme. Shmangni alkoolin dhe kafeinën, të cilat shterojnë nxehtësinë e brendshme të trupit. Kujdesuni që të hani shëndetshëm dhe njëkohësisht të kufizoni konsumin e kripës. Mirëpo cilat janë ushqimet ideale që ulin tensionin e gjakut? Frutat e pyllit. Një racion me boronica në javë ul rrezikun e rritjes së tensionit të gjakut. Boronicat, lule shtrydhe dhe gjithashtu mjedra kanë pak kalori dhe janë të pasura me antioksidant dhe me fibër. Të treja këto ulin tensionin e gjakut dhe japin një dozë të shëndetshme të vitaminës C dhe të kaliumit. Dritrat. Një pjatë me dritra të plota dhe fibra siç janë tërshëra, bollguri, thekra, krundet e grurit ulin rrezikun e tensionit të lartë. Studiuesit e Universitetit të Harvard thonë se konsumimi i dritrave në 12 javë nxit përgjysmimin e sasisë të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filxhan me dritra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Panxhari i kuq. Panxhari i kuq është i pasur me substanca nitrat që i bën mirë zemrës dhe studimet thonë se nitrati tek panxhari ka të njëjtin efekt si tabletat farmaceutike, të cilat u rregullojnë tensionin e gjakut. Çokolata e zezë. Revista Amerikane e Mjekësisë thotë që nëse ju konsumoni 14 gram çokoladë të zezë me përmbajtje 60 deri në 80% kakao në ditë, mund të ulni tensionin e gjakut. Çokolata e zezë është e pasur me flavonoide, të cilat zgjerojnë enët e gjakut në mënyrë natyrale. Spinaci. Spinaci është një burim i pasur i kaliumit dhe magnezit, që njëkohësisht e mirëmban tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme, por edhe eliminon kripën e tepërt, e cila është përgjegjëse për tensionin e lartë. Peshku. Peshqit janë të pasur me omega 3, plot vlera për shëndetin kardiovaskular. Ato ulin rrezikun e tensionit të gjakut dhe të atakut në zemër. Peshqit më të mirë janë salmoni i egër, trofta, skumbrina, toni, merluci dhe harenga. Studiuesit rekomandojnë 2 racione me peshk në javë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!